Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Ja se çfarë i ndodh zemrës, memorjes dhe diabetit nëse konsumoni vezë të zjera çdo mëngjes. Veza është një burim i shkëlqyer i proteinës dhe konsiderohet një ushqim i thjeshtë, por i shijshëm për organizmin. Në vitet 70 vlerat e vezës u përbaltën pas pretendimeve se ato rrisin nivelin e kolesterolit në gjak, por studiuesi shkencor të mëvonshëm rishikuan vlerat e vezës dhe sugjeruan se ato jo vetëm që janë të mira për zemrën, por ofrojnë edhe një sër përfitimesh. Studime të ndryshme nga Universiteti Connecticut në Shtetet e Bashkuara të Amerikës arritën në dy konkluzione. I pari ishte se vezët ndër të tjera përmirësuar nivelin e kolesterolit të mirë dhe përmbajtjen e kolesterolit të keq. Studimi i dytë sugjeroi se konsumi i 3 vezëve në ditë për 30 ditë me radhë zmadonte grimcat e kolesterolit të mirë, por nuk ndryshonte asgjë në ekuilibrat e kolesterolit të mirë dhe të keq. Një gjë e tillë nënkupton se vezët nuk janë faktor i rrezikut të sëmundjeve kardiovaskulare, citoi studimi. Vezët kanë ndikime të mira edhe në sistemin kardiovaskular. Studimet të tjera nuk kanë arritur të zbulojnë në lidhje të forta mes konsumit të vezës, ishemisë dhe sëmundjeve të zemrës. Në vitin 2013, 8 studime të ndryshme të publikuar në revistën mjekësore BMJ konfirmuan se ngrënia e një vezë në ditë nuk shkakton as sëmundje zemre dhe as ishemi. Studimet u bazuan në analizat shëndetësore të gjysmë milioni njerëzve të përfshirë në studim në arkun kohor të 8 dhe 22 viteve. Në vitin 2016, 7 studime të tjera zbuluan se konsumi më shumë se 7 vezëve në javë ulë rrezikun e ishemisë me 12%. Por cili është ndikimi i vezës tek diabeti? Shumë studime kanë sugjeruar se diabetikët duhet të tregojnë kujdes me sasimin e kolesterolit dietik, por edhe të konsumit të vezëve. Por dy studime shkencore arritën në konkluzione të njëjta. Vezët janë të sigurta edhe për diabetikët, madje nuk e rrisin nivelin e sheqerit në gjak ose të triglicerideve, por ndikojnë në vezët tek qëndrimi i yndyrnave. Sipas ekspertëve, problemi me vezët qëndron te përdorimi i yndyrës. Nëse vezët skuqen më shumë gjalp ose shoqërohen me mishra të përpunuar, siç janë edhe ato salçiçet ose sallamrat, atëherë ato e rrisin kolesterolin e keq dhe rrisin rrezikun e sëmundjeve në zemër. Një vezë mesatare ka vetëm 1.5 gram yndyrë të ngopur, 72 kalori, 70 mg sodium. Një pjatë me vezë, sallam dhe djath ka 12 gram yndyrë të ngopur, 450 kalori dhe 1290 mg sodium. Prandaj ekspertët këshillojnë konsumin e vezës më mirë në formën e zjerë, në mënyrë që të keni përfitimet unike të saj në dietën tuaj. Veza është padyshim përbërësi kryesor i mëngjeseve të shëndetshme. Një nga mënyrat më të zakonshme të konsumit të vezës është sigurisht përgatitja e saj në formën e zjerë. Por cilat janë vlerat e vezës së zjerë dhe çfarë ndodh organizmit kur ajo konsumohet në këtë formë? Njihuni në këtë video me përfitime shëndetësore të vezës së zjerë dhe ndikimin e saj në organizëm. Vezët përmbajnë 210 mg kolesterol, ku zjerja konsiderohet mënyra më e sigurt për gatim sepse yndyrat që përdoren në skuqe rrisin kolesterolin në organizëm. Ekspertët thonë se vezët janë të mira për shëndetin dhe një i rritur mund të hajë një vezë në ditë pa u shqetësuar shumë për kolesterolin. Ngrënia e vezëve në mëngjes si pjesë e regjimeve të kujdesshme shëndetësore ju ndihmojnë gjithashtu në humbjen e peshës. Ato ofrojnë yndyrna të mira. Vezët e zjera nxisin krijimin e yndyrnave të mira, të cilat ndikojnë në ruajtjen e niveleve të kolesterolit në gjak, ndërsa ulin rrezikun e problemeve dhe sëmundjeve të zemrës. Këto yndyra të shëndetshme për shëndetin e zemrës ndikojnë gjithashtu në rregullimin e nivelit të insulinës në gjak e përrjedhoj nivelin e sheqerit në gjak. Vezët janë të pasur me proteinë. Vezët e zjera natyralisht përmbajnë nivele të larta proteinash. Organizmi ka nevojë për proteinë në forcimin e muskujve, por mbi të gjitha proteina ndihmojnë organet e trupit të mundësojnë në një strukturë të posaçme mbrojtëse për muret e qelizave. Shëndeti juaj i syve gjithashtu do të përmirësohet. Një nga vitaminat më të rëndësishme të veza është vitamina A.
Kjo vitaminë është thelbësore në ndihmën që ofron retinës së syrit në thithjen e dritës, mbron membranën, ulë riskun e prekjes nga dobësimi i shikimit ose verbëria. Do të ofrojë gjithashtu kocka të forta. Vezët e zgjera janë të pasur me vitaminën D, vitaminë e cila është e rëndësishme për kockat dhe dhëmbët e fortë gjithashtu. Vitamina D mundëson kockave përthithjen e kalciumit dhe rregullon nivelin e kalciumit në gjak. Ky proces garanton që skeleti i trupit të marrë sasinë e duhur të kalciumit për të qenë më i fortë. Vezët e zgjera duhet të jenë pjesë e pandare e dietës suaj, duke ditur kështu edhe rëndësinë ushqyese që ato kanë në dobi të organizmit. Vezët e zgjera janë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese. Ato do të ofrojnë gjithashtu edhe përfitime të mëdha të vitaminës D. Të verdhat e vezës janë një nga pjesët më të vogla të ushqimeve që përmbajnë në natyrshëm vitaminën D. Dhe me gati 1/4 e të gjithë të rriturve që kanë mungesë të kësaj vitamine, rasti i vezëve është shumë i mirë për të mbrojtur organizmin dhe për të mbështetur gjithashtu marrjen e dukshme të kësaj vitamine. Vezët mund të mbështesin shëndetin mendor. Një dietë e ekuilibruar mund të shkaktojë edhe një përmirësim të mbështetjes së sistemit mendor në reduktimin e stresit dhe praktikave më të mira të kujtesës, duke reduktuar ndikimin e simptomave dhe duke optimizuar performancën më të madhe. Duke e bërë fjalë për fjalë përfitimet e vezës në kombinimin e vitaminës B2, B12, kolinës, ekurit dhe tripofanit, janë të lidhura me ndihmën në reduktimin e rrezikut të ankthit, simptomave të depresionit e të tjera, duke përmirësuar kështu edhe aftësinë më të mirë të gjumit. Vezët përmbajnë antioksidantë që janë të dobishëm për shëndetin e syve. Vezët përmbajnë një sër vitaminash dhe mineralesh duke përfshirë vitaminën A, vitaminën E, selenin, të cilat gjithashtu veprojnë si antioksidant të rëndësishëm në mbështetjen e shëndetit të syve. Vezët janë të pasur me antioksidant lutein dhe zeakantin, të dyja këto luajnë një rol mbrojtës për reduktimin e rrezikut të disa sëmundjeve të syrit, duke ofruar kështu edhe një mbrojtje më të mirë të fuqishme të tij. Të konsumosh vezë vazhdimisht në dietën tuaj do të merrni përfitime të mira ushqyese për rritjen e përfitimeve të trupit. Një vezë ka 6 gram lëndë ushqyese mbi të gjitha 9 aminoacide esenciale dhe bllojqe ndërtimore të proteinës. Veza është e rëndësishme sepse përmban vlera ushqyese që trupi nuk mund t'i prodhojë vetë. E verdha e vezës përmban rreth gjysmën e proteinave dhe shumë më pak yndyrë dhe kolesterol. Kjo do të thotë se vezët kanë më shumë lëndë ushqyese, vitamina, minerale, aminoacide për kalori sepse ushqimet e ushqyera mund të ofrojnë gjithashtu element ushqyes. Ato ndikojnë në kolesterolin e mirë. Kolesteroli i mirë i quajtur HDL duke se rrit edhe të njerëzit që hanë 3 ose më shumë vezë në ditë. Kjo e bën më të vështirë që gjërat e këqija t'ju lëndojnë. Ulin trigliceridet tuaja. Mjeku juaj teston për këto së bashku me HDL dhe LDL. Trigliceridet e ulta janë më të mira për shëndetin tuaj. Ngrënia e vezëve, sidomos ato të pasur me acide yndyrore të caktuara si omega 3, duket se ulin nivelin e kolesterolit. Ulin shanset e goditjeve në tru. Edhe pse studimet të ndryshme tregojnë se veza e përditshme mund të ulë shumë rreziqe, njerëzit që hanë një vezë në ditë kanë pothuajse 30% më pak gjasa të humbasin jetën nga goditjet hemorragjike krahasuar me personat që nuk i konsumojnë. Ato ndihmojnë në kontrollin e sasisë së urisë. Rreth 70 kalori për vezë, e dini saktësisht se çfarë po merrni. Shtoni në sallata, në feta të bukës, një vezë të zjerë dhe kështu do të reduktoni edhe kaloritë gjatë ditës. Mbani zemrën e shëndetshme. Në përgjithësi njerëzit që i konsumojnë ato ulin shanset për sëmundje të zemrës. Edhe njerëzit me prediabet ose diabetet tipi 2 ishin gjithashtu të shëndetshëm nga zemra pas një diete të pasur me vezë që krijuan gjithashtu edhe ngopje më të shpejtë dhe humbje të peshës në mënyrë më natyrale. Përfshirja e vezës në dietën tuaj do t'jap rezultate të mira ushqyese në mbrojtjen e organizmit. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos ndikojnë në shkaqet tuaja të trajtimeve mjekësore ose të mos i zvendësojnë ato. Informacionet në këtë video janë thjesht plotësuese. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë tuaj.